Baza e Partisë Demokratike, që janë të djathtët e vërtet konservator, pronarët e pronave të vjedhura dhe fëmijët e tyre, të përndjekurit politik dhe fëmijët e tyre, shqiptarë të djathtë të ndershëm që mbartin parime dhe atë dashuri, do ndërmarrin lëvizjen e madhe për të shporur më në fund palaçot politik, hetero-endacakët partijak që nga bashallëku u zhytën tek salizmi i përvuajtur, vasalët dhe veglat e Sorosit, monedofagët e tenderave të Ramës, përfituesit e shumave të majme duke qenë në opozit, aksionet e së cilës u ble shtrenjt, shumë shtrenjt Rama. Këta maskarenj duhet të shporen dhe do të shporen. Demokrat jo vetëm në Shqipëri, por kudo ku jetojnë në botë do të nënshkruajnë peticioni më të madh të realizuar ndonjëherë brenda një partie politike, për të bërë kirurgji të thellë të malinjës dhe metastazave të saj në trupin e opozitës. Trupi i opozitës janë demokratët idealist, shqiptarët e ndershëm dhe të moralshëm, njerëzit me parime, që dikur komunizmi i ndëshkoi dhe i dhunoi, ndërsa tranzicioni arpagon, demokratura votvjedhëse, pluralizmi shpërndësues, qeveritë e korruptuara, parlamentet e hajdutëve, i masakruan, i dëbuan nga shtëpitë e tyre, i vodhën deri në palc, u harropën lëkurën dhe u varën në tel, u morën rinin shqiptarëve dhe u vranë ëndrrën. Por sërish nga jashtë do të vijë përmbysja e neodiktaturës që ka për garanci opozitën. Peticioni, informohemi se do të kërkoj dorëheqjen e menjëhershme nga mandati i deputetit, i të gjithë atyre që dhanë firmën aprovuese për kandidimin e këlyshit të Sorosit, kriptokomunistit Shabani. Dhe në pikën e dytë të tij, peticioni do të kërkoj hartimin e listët elektronike të antarësisë të Partisë Demokratike, me kartë identiteti elektronike dhe të gjitha të dhënat personale, siç bëjnë edhe republikanët e Amerikës, si dhe vendosjen e votës elektronike në çdo proces zgjedhor, si e vetmja mënyrë e përzgjedhjes në të gjitha nivele. Për skandalin që ndodhi dje, do të duhet të informohet aleati i madh, Amerika dhe Partia Republikane, si dhe do të duhet i kërkohet ndihmë e prekshme në ristrukturimin e Partisë Demokratike në organizim dhe funksion. T'i japësh firmën mbështetëse për kandidim dikujt, automatikisht e quan të përshtatshëm për funksionin që ai kandidon. Do me thënë, afro 30 deputet i dhanë firmën Zabanit komunist, që fushatën e bëri në emër të kauzës, që shqiptarët të ndalonin Berishën dhe PD-n për të marrë pushtetin. Firma dhe vullneti i Nokës, Tabakut, Bylykbashit, Alizotit, Bozdos, Gjekmarkajt dhe sharlatanëve të tjerë i dha mundësinë këlyshit të Sororit të kandidojë për postin e rëndësishëm të avokatit të popullit. Ndaj do të duhet të ndëshkohen dhe të merren masa, pavonesa, edhe nga vetë kreu i Partisë Demokratike. Ndodhi vallë e gjitha kjo, pa dijenin e Berishës? Kurse si. Ndaj, Partia Demokratike duhet të shkundet ose të shkrihet. Jemi në pritje të peticionit dhe nxisim ta firmosin sa më shumë të djathtë demokrat.